Një ngjarje mjaft e rëndë që ka ndodhur në Maliq, ku mesditën e sotme një banesë është përfshirë nga flakët, ka humbur jetën nëna dhe një prej fëmijëve, ndërsa fëmia tjetër 6 vjeç është në gjendje të rëndë nën kujdesin e mjekëve. Janë këto informacionet, por dhe pamjet që vijnë nga Maliqi, teksa shohim pikërisht në këtë lagje të Maliqit ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë në blokun numër 3 të banesave. Zjarri ka rënë rreth orës 13:30. Marrim më shumë informacione nga Maliqi me kolegun tonë Armand Brao. Përshëndetje Mandi, zjarri ka qenë tragjik dhe fatal. Si është gjendja tani e të miturit i cili ndodhet në spital? Po Mandi, më dëgjon, përshëndetje. Mirë, punë sekondash, pasi kolegu ju në zonën numër 3. Po Mandi. Ju përshëndes, atëherë ndodhem në zonën numër 3 këtu në qytetin e Maliqit, ku rreth orës 13 të ditës së sotme një zjarr është shënuar në një banesë private, në fakt një banesë e cila ndodhet mes një bloku të banuar me tepër banesa në këtë zonë. Si pasojë e këtij zjarri, në fakt evidentohen 2 viktima, 40 vjeçaria Merieme Azislari dhe djali i madh i saj, 14 vjeçari L Azislari, të cilët ndodheshin në banesë në momentin e ndezjes së flakëve. Në fakt nuk dihen shkaqet aktualisht që flasim, por dihet që në momentin e ngjarjes vetë nëna me 2 fëmijët e saj të mitur ndodheshin në këtë banesë dhe nuk arritën të dilnin në kohë në jashtë saj kur banesa u përfshi plotësisht nga flakët. Nga ana tjetër, sot vetëm duhet të theksojmë që fëmia 6 vjeçar ndodhet në spitalin e Korçës në gjendje të rëndë nën kujdesin e mjekëve, të cilët po bëjnë të mundur mbajtjen në jetë të 6 vjeçarit, i cili siç duket ka dhe ai shenjat të asfiksisë. Duhet të theksoj të 2 viktimat, shkak i vdekjes së tyre, paktën sipas informacioneve të para, është për asfiksia pra ngatyrmi. Ndodhem pikërisht në vendin ku ndodhet banesa. Aktualisht grupi hetimor, siç shihet edhe pas shpinës time, së bashku me policinë e shtetit dhe pak më parë zjarfikse, ndodhin në vendngjarje për të mësuar mbi shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, ku deri tani bilanci është në 2 viktima, pra një të mitur dhe nëna e tij. Në fakt është një ngjarje tepër e rëndë, janë të gjitha pistat e hapura në këtë moment që flasim, duke nisur që nga shkaqet aksidentale të zjarrit, duke ditur që qarku i Korçës është një qark që ftohet dhe është shpeshherë mjetet e ngrohjes bëhen shkak për zjarret, por po shihen gjitha pistat e mundshme të tjera për këtë ngjarje të rëndë, e cila ka tronditur qytetin e Maliqit dhe qarkun e Korçës. Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur edhe forcat zjarfikse, por kanë nxjerrë në momentet e para 3 personat të cilët ndodheshin në banesë, pra nënën me 2 fëmijët e saj. Nëna është evidentuar që në momentet e para pa shenja jete, ndërsa fëmijët janë transportuar në spitalin e Korçës, ku fatkeqësisht i madhi ka ndruar jetë gjatë marrjes së mjekimit për shkak edhe të situatës së rënduar në cilin është dëmtuar, pra është asfiksuar të paktën nga ky zjarr. Deri tani është një situatë tepër e panjohur për sa i përket edhe shkaqeve të qartë. Ndërkohë Mandi, zjarri ka qenë me përmasa të mëdha, sa që ka qenë e pamundur që të shpëtohej, se duke parë këto pamje që po shohim së bashku, janë disa banesa, nuk është një banesë e vetmuar, qytetar aty ka pasur, besoj forcat zjarfikse, nuk është se janë shumë larg kësaj lagje apo jo. Gjë që ka bërë të pamundur daljen e nënës me 2 fëmijë. Gjithsesi janë rrethana të tjera plotësuese që do të zbulohen në vazhdim nga hetimet, ato që do të nxjerrin
edhe momentet e vetë ngjarjes. Për këtë duhet të marrim ende kohë për të qenë edhe ne korrekt në transmetimin e lajmit. Mirë, Mandi, faleminderit. Do t'jemi pas pak, do t'jeni sërish me kolegun Ermal Qorri gjatë edicionit të orës 15. Është ky lajmi i rënd që vjen nga Maliqi. Këto janë pamjet që vjen nga Maliqi, ku zjarri ka marrë jetë nënës dhe një prej fëmijëve, ndërsa fëmia tjetër 6 vjeç është në gjendje të rëndë në kujdesin e mjekëve në spitalin rajonal të Korçës. Zjarri ka rënë rreth orës 13:30, ka ndruar jetë nga asfiksia Merieme Azislari dhe djali 14 vjeçar me inicialet LA, duke ndruar jetë pra nga asfiksia edhe djali 14 vjeçar, ndërsa fëmia tjetër 6 vjeçar është në gjendje të rëndë në spitalin e Korçës. Këto janë pamjet ku ka ndodhur pra në këtë lagje të Maliqit, ku është djegur një banesë, kuptohet një ngjarje mjaft e rëndë. Ndërkohë që pas pak ne do të kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë për të marrë më shumë informacione. Mos u largoni nga ekrani Report Televizion, pas pak sërish kolegët tanë të Departamentit të Informacionit do t'jenë live me kolegun Armand Brau. Ndajemi këtu minuta kopsh.